الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë, prej tij fale udhëzime kërkojmë, salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gjëmarlit e nderuar të pranishëm, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu ta ketë bëu kabul për neve. Gradualisht po e lëm gjysmën e Ramazanit pas neve për të prit gjysmën tjetër, e cila realisht edhe gjysma më e mirë e këtë muajit. Dhe në ta është edhe nata në të cilën ka zbrit fjalë Allahu subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë pa ndonjë ndërhyrje tjetër në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, për të cilën jemi duke e përcjell nëpërmjet fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Në surën Al-Qasas, Allahu xhelle xhelalu arrafeu se si kishte lind Musa alayhi salatu wassalam, rrethanat të cilën ka lind Musa alayhi salatu wassalam, arroganca e faraonit e kështu me radhë. Dhe pastaj erdhëm deri tek martesa e Musait alayhi salatu wassalam, 10 vjeçari i Medienit, deri në takimin e Musës alayhi salatu wassalam me faraonin. Dhe takimet me faraonin kanë qenë të ndryshme. Takimi i parë ka qenë faraoni dhe Musa alayhi salatu wassalam. Dhe debati u zhvillu pak më qetë, dhe debati u zhvillue pak më serioz, dhe faraoni sikur ka shpreh dëshirë të njoftohet me Zotin e Madh xhelle xhelalu, apo e pakta ashtu është faq. Andaj ka thënë fa rabbukum ya Musa, ka thënë kush është Allahu, kush është Zoti i juve dyve, o Musa dhe o ti Harun alayhi salatu wassalam. Në rastin e dytë, në takimin e dytë që na tregon Allahu në surën Al-A'raf, i ka mbledh parinë vet, krerët e shtetit vet, generalët e ushtrisë kështu me radhë, dhe ka filluar me utall dhe ka filluar me fol me gjuma kërcënuese me Musa alayhi salam. Në realitet kanë fol ata, po ata kanë përvacsuar edhe Firaunin. Në takimin e tretë, pasi që në takimin e dytë e humb lojën, pra e humb 3000 sihirbaz, bëhen musliman, pasi e shohin Musa alayhi salatu wassalam dhe kudretin që ja kishte dhënë Allahu xhelle xhelaluhu në shkopin e Musait alayhi salatu wassalam. Andaj sihirbazët ranë sejdë dhe u bën musliman. Tani çfarë? Tani kjo ja hub çfarë? Ja hub autoritetin Firaunit. Andaj Firauni don në një takim që të forcohet më shumë dhe të thirrë sihirbaz më tepër. Andaj Allahu na rrofen, dhe ky rrofim është në surën Ash-Shu'ara, surja 26 në Kur'an. Surja 26 në Kur'an e gjemi deri te prej ajetit 10 e më andej. Prej ajetit 10 e më andej, ku Allahu xhelle xhelalu na rrofen tani tjetër debat, tjetër takim, dhe fillon Firauni tash me ndryshu pak retorikën. Thot, ndoshta pak me dëbut, me fol me Musain, ndoshta reagon, ndoshta e leket pun, ndoshta thot që unë jam fajtori, nuk jam pejgamber. Për këtë arsye Allahu na rrofen se si faraoni herë përdorte dhunën, herë përdorte fjalën e mirë, herë përdorte fjalën e butë, pra manovronte në gjuhën laramant të tina. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, thot: "Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawma adh-dhalimin." Kur Allahu e thiri Musa alayhi salatu wassalam dhe i tha, shko te populli zullumqar. Qawma Fir'auna ala yattaqun. Shko te Firauni, ndoshta duhet mu tut pe Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse s'po tutën prej Allahu xhel xhelalu? Qala rabbi inni akhafu an yukadhibun. Tha o Zot, ata po më thonë që janë rëndës. Ata po më thonë që janë rëndës dhe kanë frikë që do të më përngjeshtrojnë prap. Wa yadhiqu sadri, dhe më ngushtohet gjoksi. Wa la yantaliqu lisani, dhe nuk po shkon gjua rrjedhshëm me fol, nga se Firauni ka qenë i ashpër, ka qenë arrogant. Thot Allahu te bareke ve teala, fa arsil ila Harun, ma ndërgo edhe Harunin alayhi salatu wassalam, wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
Je ka tregu se unë kam një gjuna të ta, dhe ata kanë me ma përmen. E sot do të shojmë se si ja ka përmen Firauni disa prej të mirave që ja ka bëu Musa alayhis salam, dhe disa prej gabimeve që mundohet me ezan Musa alayhis salam. Thot Allahu te bareke ve teala qala kalla. Ka thënë Allahu asesi. Kurse si mund të ndodhë kjo Musa alayhis salam. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Ka thënë shko Musa, shko me vllavin tan te Firauni. Ne po e dëgjojmë diskutimin e juve. Ne jemi të e një diskutimin e juve. Kusha t'i thanë? Rabbul Alemini. Allahu t'i thanë, shko ti, najna të një debatin tanë. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, fa'tia fir'aune fa'kula inna rasulu Rabbil Alemin. Shkoni të ditë të faraoni, tani qëfar? Tu nuk është vetë mo, tani është paria aty, kërërët e shtetit janë aty, generalet janë aty. Qëfar i ka thanë? Thuni, ne bashk jemi qëfar? Të dërguar të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj ka thënë shumë komentatorëve se Musa alayhis salam ka qenë i dërguar i Allahut tek bijtë e Izraelit dhe te faraoni, ndërsa Harunin e ka pas ndihmës. Andaj shpesh herë ka thënë unë jam i dërguar i Allahut, në realitet ka qenë edhe Haruni. Andaj shpesh inna rasula, ne jemi dy të dërguar, do njëherë vjen ne dy bashk jemi një i dërguar. Pra, pavarësisht dy persona apo një person, mesazhi është i njëjti. Mesazhi është i njëjti. Thot Allahu te bareke ve teala, vazhdim. Fa'tia fir'auna faqula inna rasulu Rabbil Alamin. Shkoni te Firauni dhe thuni ne bashk jemi i dërguar, pra dërgesa e Zotit prej Allahu subhanahu wa taala te ti. Thot Allahu Jelle Jalalu, dhe thuni an arsil ma'ana bani Israil. Dhe thuni Firaunit, lëshoj bijtë e Israilit. Dhe vini revëzër, sa shpesh të kësohet në Kur'an, çdo debat i ka thënë Musa alayhis salam, lëshoj bijtë e Israilit. Për çfarë arsye vëzër? Sepse zullumi ndaj bijve të Israilit dhe tortura ndaj tyre kishte mrim majën. Apo, kishte mrim majën. Andaj, për shkak se Musa alayhis salam është pejgamber i bijve të Israilit, nuk ka kuptim që ai me ardh si pejgamber, ata rob të Firauni e Musa alayhis salam me ardh me ju ardh pejgamber bijve të Israilit, ndërkohë që ata janë rob. Andaj e natyrshme ka qenë, pra hiç pa fol bijtë e Israilit. Andaj Allah e ka ditë çka kanë në lip ato. Andaj hiç pa fol, ata kishin mi thënë. Pra para më në kështu, sikur Musa kishte ardh pejgamber të bijtë e Israilit. Bijtë e Israilit hizmeqar. Edhe që kishte thënë Musa alayhis salam, ne o pejgamber i Zotit, qysh me të ndjek tyje kur ne na hizmeqar? Liron ati një harbi Firauni, mos anena dina dimas. Hiç pa ju thonë që shtu, Musa ka di që kanë mi thonë. Andaj Allahu që ka thonë, thuj Faraonit, liroj bijtë e Israilit. Sepse nuk mundesh me ardh pejgamber të një popull i cili o rob. Pra ti liron një herë, a i di shqipje kjo. Sikur për shembull një njeri ka dur të zanta. E ti thu, hajde me mnimu se m'duhet takat. Ti çka i thu? Zgjedh mi durt, një herë mos anë vit një moj. S'muj me t'nimu pa mi zgjidh durt. Liromi durt një herë, mos anë vit një moj. Pra kjo është e njëjta, populli ka qenë i zant. Kur ka qenë i zant, çfarë kuptimi ka me ardhi pejgamber, edhe ky popull më u bë ndjekës këtij pejgamberi, të këturi kanë dur të zanta. Këto janë hizmeqar të Faraonit. Andaj shiko, kërkesa e parë, cila ka qenë? I ka thënë, arsil ma'ana bani Israil. Shloj me mua edhe Harunin bijtë e Israilit, liroj bijtë e Israilit. Po këtë arsye ne do dhimbë se të dobit nga këto tre debate, se njëra prej kërkesave të gjithë pejgamberëve cila ka qenë liroj njerëzit. Lironi njerëzit, leni njerëzit lirë. Ju vëzër sot a jena kita gjërushëm, Allah e baf kabul për neve. A tu a gjëru dë njani me dhunë? Ta ka nu dikush të thikën në fit, dhe aja ki me një nuja s'ka? Jo, ti e tu a gjëru lirëshëm. Allahu gjëra e lip i badetin lirëshëm për tije. Jo me ta imponu dikush, në moment që ka imponohet sa a gjërim ajo. Para me në për shemull ti mu ka një nushëm, vetë se të ka dhunu dikush. Edhe ti momenti shka se ata e qënuin. Pse? Sepse zbëhet feja me dhunë. La e krahe fit din, s'ka dhunë fe. Duhet njeri mu ka një lirë. Pasi tjetë li lirë, atër me vullnet lirë. Andaj që ka ju tha në debatin e dytë Faraoni, a amen të mbihi, qysh i besut atina, ama amen të mbihi i thënë zemrës. A i besut ati, andaj që ka i thanë ata, ta që do ta përmirësoje, se janë ndryshojnë letrën ata. Nëzë i thonë, Faraon s'ba me volë kështu. Nënë, amen të mlehu, dush me e qitë muabetin ekonomikisht.
Se sa i përket zemrës, ajo zemrës nuk kontrollohet. Andaj dhe zë shiko, ersil ma'ana bani Israil, liroj bitë Israilit. Për këtë që dhe zë, çdo besimtar duhet të ketë adresë që tjetë kundër zullumit, kundër robrisë së njerëzve. Andaj dhe zë, na jena në Ramazan. Dhe na, çfarë mesazhi kena me këtë Ramazan? Që mi ashtu numrin robëve, që mi ashtu numrin Allahut me robët të ti. Pra na du të me shtu numrin e robëve të Zotit, jo robët e tonë. Andaj ti plot i shef njerëzve kanë merak me bë argat për veti. Allahu na ka dërguar neve këtu me mesazh. Cili jo mesazhi? Mi ashtu robët Allahut, jo për veti. Por shembull, ti ki evlat të tu. A i ki evlat të tu? Allahu ti ka dhënë evlat. Allah i furnizoi këtë musliman me evlat. E mirë, çato evlat çka i ki ti? Mesazhi i Zotit te çato evlat të tu, cila ti mi bë argat për veti, argat Zotit. Cila mesazhi? Çfarë obligimi ti ki? Ti e ki obligim e vlat të tu mi abo argat Allahit, jo argat për veti. Ti i thue djemve tu edhe vajzave tu, ju i një ropt Allahit, bini sejsh dhe Allahit. E njëzë sot qka bojnë, tentojnë edhe e vlat të vetë mi bo argat për veti. E kur munohet mi bo argat për veti, pasaj Allahu gjelore ja turbulon muhabetin ketë. Andaj nuk tenton dikush që mi shfridzu njerëzit argat për veti, vetë se Allah ja prish planin. Pse? Sepse qëllimi i njerëzve, qoftë ato familje, qoftë ato evlat, qoftë ato dosta, qoftë ato kudo që je, ti e ki obligim mi abo argat Allahu gjelle gjelalu. Edhe nëse je shef nimi punëtor mi pas, edhe ti apo i pagun me pag, për shkak se ato punojnë, ti e ki obligim mi u thonë ju i një argat të Allahit fillimisht. Ju një ropë të Allahut, fillimisht ta komplet jena ropë të Allahit. Mos anin Allahun e ka do qëtu, unë pak jam shef, ju një qëtu punëtor. Ama ropë du të mja ba Allahut, jo për veti. E kush tenton me ba ropë për veti, ja përmbys Allahu planët gjithmonë. Andaj qka i tha Allahu gjele gjelalu? Tha arsil ma'ana bani Israil, shloj bitë Israilit, lej rahat bitë Israilit. Thëtë Allahu gjele gjelalu, filloj me fol Firauni. Dhe kjo është biseda që e ka bo Firauni. Mirë po këtu janë edhe tash dallimi qiljo. Te debati i par u kon Faraoni me Musajin vet, andaj ka ndryshu muhabeti. Te debati i dytë surën A'raf u kon Faraoni, krerët e shtetit, edhe Musa dhe Haruni. Ama Faraoni s'ka fol. Faraoni s'ka fol, kanë fol krerët. Tash dallimi ko? Tash është Firauni, krerët e shtetit, Musaj, Haruni, ama Faraoni e nis muhabetin. Edhe e tollovit kejt. Sepse kur heki me fol, kjo e tollovit. Ama Zoti ka shpërvu me pushtet. Zoti ka shpërvu me pushtet. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qala alam nurabbika fina waliden. Qala alam nurabbika fina waliden wa labithta fina min umrika sinin. Zakonisht vëllezër, debati i zullumqarve me pejgamber dhe me besimtar pika fillon, pi zan mos kryen, me ta zon dikun kryen, me ta zon dikun bishtin çka i thënë ale. Ka amunu Firauni para se me thanë që Musa alayhis salam pejgamber apo jo e ka dërguar Allahu xhela jo, apo për këtë arsye do ta shohim se Musa alayhis salam maksimum mundohet mos me bë muhabetin personal, por me ngrit hinor. Ne na të fol për Allahun xhelle xhelalu, ne na të fol për Rabbul Alamin, leket muhabetin e vogël ku e rrit e ku s'e rrit. I thot Firauni, qala alam nurabbika fina waliden. U ka kthip prap. Ka thon, o Musa, a nuk të kena rrit ty na foshnje? Na të kena rrit ty? Pra, kur u bane ti me artë të unë e pejgamber? Apo, ka harru kush e ka qu se Allahu gjene ka qu. Ka thonë, elem nu rabbi ke fina u eliden. E ku rritet ti o Firaun, o Musa? A nuk jem na që ata që të kena rrit? Pro mish e gjak e trup, ku u bane ti që ka qi madh? Apo, ku të ka 30 vjet, ku i bane? I bane të na, apo? A dhe ka thonë, kur i kon foshnje, kush të ka rrit? A më dhe shojmë që ka i thotë Allahu gjele gjelalu, që ka e mëson Allahu gjele Musa a.s. mi thonë Firauni. Thotë Allahu të bareke wa tjara, wa labithte fina min umurike sinin. Ka thonë dhe të na, ke hang dhe ke pi, dhe ke shfrytzu komoditet prej imrit tanë vite. Sa vite dhe zër? 30 vjet. Pra Firauni tash pi thotë Musait a.s. O Musa, unë të këmë dhonë me hangër, ti po më vjen me më thonë mua e shlomi bitë e Israelit së njëm pejgamber. Nuk shkon kështu. Gabimo, ma di do të akuzon se je qafir. Faraoni do t'i thotë Musës a.s. ti je qafir.
Do ta shohim përcjellën me Kur'an kush do të përcjell surë Shuara, ajeti i 18. Thot Allahu te bareke ve teala, i thot Firauni, o Musa, ti ke jetu gat te na, ke hangur bukë te na, ke shfrytzu pasurinë ton. Thot Allahu te bareke ve teala, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt. Dhe shiko tash pe ngarkon Musa në rezon. Në aria përmeni begatin, në të kena rrit, ti ke hangër për parave tona, për pasurisë ton, e kështu me radhë. Dhe tash një begati edhe një krim zakonisht nga gjua e krejtve. Çka dojnë mizon njerëzit çfarë? Mi bo rob dhe argat. Cila? 2. Të kena pagujt, ki bo krim. Që kaq? Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala prej begatis që jep ndaj robit cila o lezër i ban. Andaj kam përmeni më Bëghawiu në tefsirin e tina të emri Allahut El Latif. Allah e ka në emër Latif. Çka i bje Latif? Ja, çka i bje Latif? Ka thani më Bëghawiu, njëra prej kuptimeve është kur ban gjuna robi, Zoti e ban gjunajnë me haru. Po shemu tja e ma men para 35 vjetëve nëse i ki 70 vjetë, sa ke bëhe. Nëse i ki 30 vjetë, e ma men para 15 vjetëve, por shemu filan datën, filan sahatin, qëfar gjunaj ke bëhe. Ke harruë, shumë gjunaj ke harruë. Pse të ban Zoti mi haru gjunajat, mës me të ngarku shumë, mës me të ranu shumë. Se me të nejtë gjunaj kështu vazhdimish parasyve, të së njetot. Andaj për rahmetit Allah i ta ban mi haru gjunajat. Me pak istikfar të ban mi haru gjunajat. Të gjunajat janë i randë. Andaj Allah u gjitha kër e vrajti Musa a.s. atë njerin pa dëshirë, pa qëllim, qka tha? Ja falëm gjunajin dhe ja largum mërzijën. Se gjunajin ka mërzi, ka siklet. Thëtë Allahu te bareke ve teala, i thëtë Firauni. Shiko që ka i thëtë, wa fa'alt fi'leteke allati fa'alt. Ka thënë ti e ki bon edhe një vepër. Shiko nuk ja përmen heq. Nuk i thot çfarë vepre. Por shumë nuk i thot ti e ki vrani njerin. Nuk i thot ti e ki vrani njerin. Pse? Se, pra, Musa, a e diti që ki bo? Pse ki i këti pitena? Wa fa'alte fi'letek allati fa'alt wa anta minal kafirin. Dhe shikoj që ka thonë dhe ti e qafir. Kush pi thot? Farahoni Musajt. Andaj që shtu rrotullohen zamanët. Faraoni e ka propunën mi thonë Musajt a.s. ti e qafir. Sikur që i gjenë plot për njerëzve. I thojnë muslimanit qafir. Kush? Faraoni pi thot Musajt. Në gjonë në Kur'an dhe zër ajeti 19. Faraoni ka mrim i than pejgamberit Allah ka fol me Zotin Gjelle Gjelalu, wa ente minel kafirin. Ka thonë dhe ti i bo qafir. Kush pi thot? Faraoni. A mu që para më të ndërru dhe ki ka thonë unë e në rabbu kumul a'la, unë jam Zoti ju e ma i madh. Shiko që ka thonë, ti e ki bo një vepër, e diti që ki bo, pse s'ja ka përmen? Pra, hajde Musa përmen e vetë ti që ki bo. A bo të shikur dikujt kër i thue, hajde të ka do që ki bo ti, dhe me këna e di, po ti ka do e vetë. Pra, krimi ka mri qatë shumë që na e di na krejt. A bo, vë fa'alte fi'letek allati fa'alt, ti e ki bo një vepër, kalzoj që ki bo, para se me folë që e pengamber. Dhe ki me ndonë kështu se ka me zonë ngusht Musa a.s. E kur t'ja rotulloje fajnë dhe t'ja kalzoj argumentet se kitë faj jo të Firaun, a e ndronë kitë muhabetin se nuk kanë mëra kriminalet. Kriminalet halal e kanë kër e kritikojnë dikan, ama nuk e kanë halal kër i të kritikon ato dikush. Zullumqarët kanë merak mi kritiku një dunia, ama kur ti kritikon e pak dikush, pak me e shpu ata me një kritik, a dhët, nuk lejot shtu, nuk lejot me në thonë neve, ama ti lejot një dunia me e sha, ti lejot një dunia me kritikue, e dikush pak me të thonë dishka be, ka dalë se ti i gabim, ajo nuk lejot kjo. Shikosh ka i thot Firauni, thot ka zona që ki bati, pra e ka për qëllim ki vron njeri, thot Allahu te bareke wa ta'ala, wa ente minel kafirin. Dhe ti e kon kafir. Ka arë disa komente. Kafir po ne mohon mirësien ton. Nja kafir, ti o Musa, kër e ki vra atë Egyptianin, të e mbrojt birën e Israelin, pe bive të Israelin, ti a e ki di që Egyptiani është kuzhinjeri jem? Po. Do më thanë ti e ki shkel unitetin tem, kër ma ki vra mu njerin tem. Andaj ka thonë ti e kafir. Pra ti ma ki mohu e mu e që unë jam Zot. Hasha vë kella. Pra Musa a.s. As një ditë s'ka besu si Firauni jam Zot. As një ditë s'ka besu si Firauni meriton adhurimin. Musa pejgamber e ka rujt Allah edhe para pejgamberis, mos flasim pas pejgamberis. Andaj ka thonë, hajt kalzo qa ki bo. Na e dina, kalzo ti. E dhe zë, këtu kalzohet besnikria pejgamberve. Nuk ka thonë, e qa ku mbo une, e se ka mbo une, jo.
Andaj ka nisë me bisnikri. Andaj dhe zërë është regull. Janë disa realitete nuk banë to me ka përci. Nëse ke boni diçka dush me kalzu. Po e kam bo. Për cëllë me Kur'an që ka thotë Allahu Gja për Musën a.s. Kale fealtuha. Po e kam bo. Andaj kur ta kish boni diçka dhe zërë, mos u sill si gjarë për një e kam bo, se kam bo, e kam bo, se kam bo. Thuj e kam bo, pas taj arsjetoj e vetën. Ma mira me thonë, po e kam bo, arshinja që kjo. Ama jo ti e din kitë dunjoja që e ki bo, e ti jo valla se kam bo, e kam pas, se kam pas. Thuj po e kam bo, fealtuha, e kam bo. Unë e kom vrau, unë e 10 vetë kom hikmi qësojna. Ama prit Firaun të kalzoj që ka ndodhë. Pse ka ardhër që aty ama ke lanë mundësien me të kalzu. Ti mini herë ke morë vendimun e vras. E vras Musën, kanë e vrat. Atë që ka kitë dunja e kanë ditë që janë gjali atina, gjali Firaunit. Apo, andaj tash do të anis me a këthi kritikën Musa i ka Firauni. Ka dole Firaun. A fole ti, fit foli one tash. Ka thanë fealtuha. Po e kam bo. E kam vrani njeri, ka bim. Unë e kam dash me i da ato dhe njerëz. E tu i da njoni ka dek. S'kam dash me mitun ato. Nuk kam dash me fealtuha. Pas e ka thanë idhen. E kam bo. Ama atëher o ene minë dhalin. Ama në atë ko nuk kam qenun e i udhëzuar si pengamber. Nuk e kam ditu në urtësien edhe hikmetin edhe kaderin qka të ndodhë me muhe. Si jam kanun e në shpalljet Allahu Gjelle Gjelalu. Pra nuk jam kanë që këtë status tash ka e kam. O Firaun, jam kanë njëri për njerëzve të rëndon, apo si të gjithë njerëzit. Po prit pak se ka arsye kjo. Unë nuk e kam vra me qëllim ata. Unë jam kanë ti da ato, po ti s'ke dhanë mundësi mu shprej. Ti s'ma ke dhanë mundësirë me kalzune. Sikur që e kanë zanat zullumqarët, nuk lajnë mu shprej. Qka do ti? Qka i të dash me kalzue? Andaj ka thani Ibn Qayyim el-Jawziyyi rahimahullahu ta'ala në librin e tij I'lamul Muwaqqi'in, një alim i plot, dvet çka dashte me thon. E një gjysmë alimit thot çka thave. Cila më e plot kur folti diçka, me thon çka dashte me thon, a çka thave? Ma drejtësia me dash me thon çka dashte me thon. Andaj Musa çka i tha, o Firaun, e kumbaun, nuk e mohoj unë. Nuk jam njëri që të mohoj veprën time. Ama ka arsye ajo, ka justifikim ajo. Thëtë Allahu te bareke ve teala, fa farartu minkum lamma khiftukum. Ka thënë unë kum ik pi juve 10 vjet, kur kam pas frik pi juve se mbritni. E tani çka pi thot Allahu zot? Ama për mene ti mua Firaun se ti më kirujt. Po, do me thonë ti kanë e kom baba jam i adoptu, që më ke adoptue, në regull. E çka i përket babës, çka e ka rujt një evlat, çka i përket kur ta bojë evladin një gabim? Çka do të me bo baba me evladin kur e bën një gabim? Me evra. E tash, ja kthej pasqyrën ka aj, ka dale pak. Ama për mene që më ke rrit po 30 vjeta pas ke rrit ti po, në regull, e pranoj. Fa'altuha, e kam bo dhe e kam mbyt njërin gabimisht. Ama, o Firaun, apo më thu që më ke rrit? Po mirë, kur ti e nin se gjalli jot e ka bo një vepër, a dush me mor vendim me vra ata minit mas? Po kush kana këtu krimineli? Unë e pas të bo një gabim, në regull. E ti si bab që më ke rrit kujdestar, a je dash me mor vendimi me vra minit hera? A je dash me thonë bëma gjallin tash që ka bo? Ti as nuk ke trajdu as një loj prindërimi. Ti s'ki kalzu as një loj rahmeti, që po e përmen tash rahmetin se të kena rritna, të kena ushqina, të kena veshna, të kena rrit si foshnje. Pro mas i kane ti që si prindi mashallah. Po une kur kam nga buti i dash me thonë, ka dale që ka po ki gjallje? Ka dale për ta veti. A ti ka thonë as i prindi e kanë kriminel, që ti vetë se e ke mor vetë se unë e kam vra një Kipt, një Egyptian, ti ke mor vendim me vra muhe. A dhe ka thënë, fe farar të mingu, i ka se si kanë prindi mirë, i ka se si kanë kujdestari mirë. Pas e ka thënë, lemma khiftukum, fe wahebe li rabbi hukmen, wa gja'aleni minel murselin. E kur i ka pi juve dhe zullumit juve, i kanë Medjen. Kur shkovan Medjen, Allahu ma dha kanë njohjen e shariatit, njohjen e ligjit Zotit dhe më bëri pengamber. Por nga ki zullumi jot kur kum ik, Allahu më shpërbleti me pengamberi. Prej këti krimi tanë kur kum ik, Allahu më bani pengamber. Pasa që ka thënë, wa tilke ni'metun, ka thënë prit të ashtojnë edhe do muhabete, o Firaun, masi e qele këtë muhabet, unë s'ko marrë për këtë muhabet. Ama masi e qele këtë muhabet, për i shkënë e dërin fund. A në shiko vëzër, Musa a.s. se ka pas muhabete me hikto.
Çka i tha? Shlom i bijtë Israilit dhe të kallzoj faktet e Zotit. Ama Firauni deshti me e qela. Andaj shumë për njerëzve dhe se shiko, shumë për njerëzve mendojnë se kur e shani njëri që s'fol, nuk të kritikon, nuk gjun me gjilpana, thot ki s'ka shka të thoje. Jo be ki ka me thonë ndoshta shumë, po ti se ne duron thumbimin. Se dhem thumbimi se varën shumë qelë të kije, shumë varën e madhe e kije. E qka i tha Musa? A pe qelë me këtë ma vetë pro, pi shkojmë dërin fund. Hadi i shkojmë dërin fund. E nëse i shkojmë dërin fund, ama s'duron krimineli mi a qelë dosin atina. A në vezër prej argumenteve pengamberve, çdo pengamberi cilë o vezër, nëse i qelët dosja, nuk ka frikë. E nëse i qelët njëri dosja, a i ka frikë. Për shembull, me të thonë tije janë të hulumtue, janë të të hetue, janë të gjurmue. Apo, të këshiri më s'kibona i sen. Çdo njëri normal, dhe shka thot, i shohla bez gjenë në i sen. Apo, a thot çdo njëri normal qëtu, pse? Si i insan, në i gjuna, në i mëkat. Me të thonë dikush jena të të hetue, me ta gjetë dikun një diqka, edhe me ta publikue. Çdo njëri normal shka thot, ja be, nuk kanë regu shtu, mira me mluz, ban mi qelë arkivën. Ajde shkojmë të pengamber. Për shembull dhe zërë, a ma shumë tut mina për vetën tonë me na zbulu, a Muhammed a.s. Me një të kështu, janë mledh një për shembull, një 50 prokuror, apo 50.000 prokuror, 50.000 hetus, janë të studiu që ka bo Muhammed a.s. Edhe me dalë në fund me rezultat, që e ka për shembull me thonë, gabim me kini pas, që ka në kom pengamber, që që fa skandal e ka bo. Që ka thojnë ana? Po na, hajdi pagu që të 50.000. Paguni ju, paguni në zërën e veç. Ka dale udhës, a jep një besën që jeni besnik. E udhës, a e thuni shahadetin kejtë këta shifni. Pra na nuk tutmi nëse zbulohet historia Muhammed a.s. Se sa ma shumë që zbulohet, ma shumë del pas që a pengamber. Sa ma shumë e studion, qa që ma shumë i del që a pengamber. Amir, me të thonë ti 50 hetus janë të të ndjek tyje. Valla, së në flemë bashkë rahat të shpia. Se si i pengamber ti. E ki gjuna, e ki gabime. Pa këta syje shika Allahu gjira që i ka thonë Firauni dhe përmet Musait a.s. A e qelë me arkivin e krimeve, po. Ti mu po ma qelë, po, Firauni po ma qelë arkivin e krimit, kujna? Musis a.s. Ka thonë, a e qelë me këtë arkiv, po. Ajde që në dërin fund. I ka thonë, wa tilke ni'metun tamunnu alej. Ka thonë, që këtë mirë, që ka ti për ma përmejnë muë, që ti më ke rritë muë, e më ke vesh muë, e më ke marë si foshnje. A e qelë nga deri më fund, pika ka arë kjo. O Firaun, qysh erdha be unë ndërte tua? Qysh erdha? Pit mirës tane, a pit thikës tane? Ta shfillon arkivin, mi u që, hajde Firaun, a e qelë arkivin, ama s'kanë merak zullumqar me qelë arkivin e vetë, ata kanë merak veç mi zbulue arkivet të tjerëve. Thotë Allahu te bareke ve teala wa tilka ni'matun tamunnuha alay. E këtë mirë që o Firaun që pa më përmend mua. A di ç'i ka ardh? An abadta bani Israila. Ka thonë kjo e mirë ç'i ka ardh? Ka thonë ti mu më ki mor foshnjë më ke rrit. Ç'i erdhëri te kjo? Po ti o Firaun ma ki torturu mu nanën e cila 3 muaj mi ka dhënë gjinë në lum, pitutës tane. Ti o Firauni ke vra me mija foshnje të më lip muë, e bisikletit atyre ketë nanave, kur më ka linë nana eme më ka rritë në lumë, e lumi më ka marrë ka këput litari dhe ka marrë të ti. Pra unë të ti kam arë që rezultat i frigës dhe thikës tane, jo që ti e qiri mirë, o Firaun. Pra ja këthejt ashtë, a e mani men, qështë erë Firaun, dërë të Firauni, Musa? Ka mri, ka mit, ka vra fëmi, sa ka mujtë, edhe Allah e ka bo kader që në lumë me ardë të dera e vetë Musa a.s. Dhe jo veç kaq, Firauni jo që ka dash me marë. Dhe ka thonë Abdullah ibn Abbasi, kër i ka thonë Asia, gruja e vetë, sa Gjallimir ka në mëse vraj, ka thonë Gjallimir për ti, jo për muhe. Frikën e ka pas gjithmonë. Po këta sy i ka thonë Musa a.s. O Firaun, shpata jote më ka pru të ti, jo që ti e njëri mirë. Pra, ti ki torturu njerëzit dhe nga tortura Zotit ta ka turbullu muhabetin tem dhe kemi ardërit e ti. E vëzër, kër i qelet arkivi zullumqarve, qka bëhet? Qka bëhet? Ndrohet tema. Kër të nisim i dalë skandalët zullumqarve, atë i del marketing. Së mund është me pa për ato.
U nalet kanali, u pris sateliti, ja hekin kablat keq, pse? Se ka nis të mëdhojve mi u dal skandalët. E kur t'i dalin të mëdhojve skandalët, çka bëhet vëzër? Ha? Ndrohet kanali. Minja ndrohet kanali. Çish e ka ndruar kanalin për çelën me Kur'an. Minja ka thënë qale fir'aunu wa ma rabbul alamin. Ndrohet temën e Musa. Ndrohet temën. Çka ka puna Zotit? Shiko, nuk donë me vol për arkivin e vetë. Sa je din se sa foshtë ti ka vra. A je di shumë mirë se këshire Musa me detal e di ka që shka arderi të une. E për mës me hin detal ma shumë, apo e me dal Fir'auni krimineli numër 1, qale Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Ka thonë, of Musa, a ti për Allah i kja orë, apo për Zotin. Qka puna Zotit? E tu këtu vëzër për shkak se i ka pas ato krerët e vetë, ato ministrat e vetë, e ka pas edhe lazdrijën e vetë, edhe astosin e vetë, edhe fotollokin e vetë. Ka thonë, wa ma rabbul alamin. Sura Taha ka thonë, fa ma rabbukuma. Këtu ka thonë, wa ma. Dhe dalimi mes men edhe ma, për neva kur gjo, vëzër. Për neva kur gjo. Për Kur'anin u shumë, sepse dalon me anaja ketë. Andaj thamë, një haraket në Kur'an, o shumë. Një thumme, o shumë. Pastaj, një dhe, o shumë. Sepse dalon këtë kuptimin e ngjarjes. Ka thonë, çka ki Zot? Qysha, a pi likure? A qështu, ma që kjo i bje? A pi loqi? A pi likure? A pi gjaki? A pi qka i tha? A vetet kështu për Zotin? Jo, ama ki u katal. Ka bëj gare. Ka bëj gare me Musa. Ama t'ja ndrojë temën. Ka thonë, ma rabbul alamin, qa i bje kjo Zot i botrave? Qa i bje? Shikojë këtë arrogancë e që i shofna shumë të plot për njerëzve kur flasin për Zotin Gjelle Gjelaluhu. Nuk flasin me madhnim, me lartësim, me bindje se aj për të cilin ti po flet. Nuk është si cili, o dhe zër. Nuk është si cili. Autoriteti i Zotit është i madh, o dhe zër. Autoriteti i Zotit është i madh. Një ditë për ditëve një vajzë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka thurë poezi. Dhe ka thurë poezi për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe tu e lavdru pejgamberin sallam, apo për neve zuket kur gjallë për pejgamberin sallam që e njeh Allahun shumë. Tu thurë poezi, tu e kënu pejgamberin sallam e thot një varg. Ama ai varg e cënon madhnin e Zotit. Ka thënë, dhe na e kena një pejgamber i cili e di çka bëhet nesër. A e di pejgamberi sa çka bëhet nesër? Jo. Çka ka autoriteti çka bëhet nesër? Kush e di? Rabbul Alamini. Andaj çka do të them nalu? Nalu. Kush e do thon? Muhamedi sa nalu. Heke këtë bark. Heke këtë. Kjo vjersh nuk bën kështu më thon. Pse? Tani cënohet autoriteti i Zotit. Por neve kish ka porcia jo, apo s'ka? Jo, dhe na e kena një pejgamber që e di çka bëhet nesër. Jo, nuk e di pejgamberi çka bëhet nesër. Shikoj se çka do të thonë, çfarë ndjesie të larë ka pejgamberi alayhis salam kur cënohet autoriteti i Zotit. Pse? Sepse madhnia Allahu xhelala. Shikoj çka vet ki. Ka thënë pi çka i tan ki Zoti jot. Pi çka i tan ki Zoti jot. O ma rabbul alamin. A pi likura, a pi trupi, a pi drasja. Hasha wa kalla. A folet për Allahin çështu? A folet për krijuesin çështu? Mirë po kjo ka qenë Firaun, ka qenë kryemat. Dhe Allahu te bareke ve teala qala, ka thënë Musa, qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, Zoti i madh për të cilin unë po të flas, apo. Dhe vini re vëzër, nuk ka thënë Musa a e çojna muhabetin e parë deri në fund. Pse? Se e ti hub. Pra dalmi të mesazhi se nuk personalet nuk sosën kur. E na kit pedim që ti e kriminali, po le kaloje këtë muhabet. Ti e zullumçar në adina krejt. Ama kaloje këtë muhabet. Tha Rabbus samawati wal ard. Zoti botrave, Zoti qijeve dhe i tokës. Edhe çka ka mes qiellës dhe tokës, ai janë Zoti i këtëve. Nëse keni bindje. Pse nëse keni bindje vëllezër? Sepse faraoni ka thënë, unë jam Zot në tokë. Ama ku në Egjipt, e në Amerikë, e në Australi, e në Europë, e në Ballkan, e në Rusi, a është e në oqeane, e në detra, kusha Zot? A jeti Zot veç i Egjiptit? E ato tjertë, kusha Zot i atënve? Për këtë arsye Musa alayhis salam për me athim bazë hinitetin e rrejshëm të pretenduar Firauni që e ka thënë Rabbus samawat, Zoti i qive. A ki thonë dhe njëherë të jo Firaun se unë jam Zoti i qiellës? Jo. Pse? Se nuk ka pretendu vëzër asë njëherë, asë një arrogant në dunja, asë një Firaun në dunja se unë jam Zoti i qiellës. Andaj shpesh herë mbi 450 herë në Kur'an ka ardhë
Zoti i qiellës, Zoti i qiellës, Zoti i qiellës dhe i tokës, Zoti i qiellës. Pse? Sepse vëllezër s'ka thonë kërkush unë jam Zot në qiell, përveç Allahu xhelel xhelalu. A ka dikush që ka thonë në tokë, unë jam Zot i tokës edhe i qiellës? Jo. Jo. Po këta si vëllezër, çka e ka po Firauni që i ka thonë? Ka thonë, o Firaun, ti po thu zot në tokë je, megjithëse edhe në tokë si je. Se andaj ka thonë Rabbus samawat, Zot në qiell dhe në tokë. E tash në tokë i ka pas do pushtete, ama veç në Egjipt. Ama toka nuk ka veç Egjipti. Toka është shumë e madhe. Toka ka 7 kontinente. Toka ka shumë detra, shumë oqeane, shumë lumej, shumë male dhe shumë kodra. A kret ti je Zot i kretve? Jo. Që do më thonë që nuk je Zot, o Firaun. Ka thonë wa ma bejnehuma. Jo veç kaq. Edhe çka ka në mes çdo qielle dhe çdo pjesë tokës në qiell. Krejt që to komplet orbitat, kusha? Nëse je Zot o Firaun, a je i Egjiptit? Në rregull? E nëse je Zot i Egjiptit, a i ka do i e Egjipti? Kur del nata, a dalin ijet, zripin tokë, drejtoj. Ama kjo është kërkesë e madhe, s'ka mundësi me bo kërkush. Thot Allahu te bareke ve teala, thot in kuntum muqinin, nëse keni bindje. Pse nëse keni bindje? Sepse juve ju ka mbulue ibadeti që e keni bo Firaunit, ibadeti që e keni bo ati që nuk e meriton ibadeti. Thot Allahu te bareke ve teala, qala liman hawlahu ala tastami'un. Vini re vëzër, andaj thash, përcjellën me vëmendje debatin, sepse këtu tregohet mentaliteti i Firaunit dhe i çdo Firaunit zamanit dhe çdo mbreti zullumçar dhe krijetari zullumçar që jeton kohë pas kohë, histori pas historie. Tani Zoti i qielleve dhe i tokës dhe çka ka mes tyre. A mundet me mohu? Me thonë ka dalë o Musa, unë jam Zoti i qiellës. Ama del shumë qesharak të veçellëk i veç i shdohet së ne thot. Qish me thonë jam Zoti i qiellës? Hajde hip, shumë fluturov. Së jam Zoti i qiellës, qish me hip? Qish me thonë jam Zoti i qiellës? Pra aj me thonë me goje thot, po del shumë qesharak. Sa aj ka thonë jam Zoti i tokës, se i ka pa ato ushtar që i ka pas vet, apo sigurimi që ka pas, ka thonë unë jam Zoti i qësaj pjese. Ama Zoti i qiellës, andaj për shkak se s'ka pas shka mi thonë Musait a.s. Çka ka bëhe? Shiko, prap fillon me ndru muhabetin. Kale limen haule, ju tha parijës që e kishte aty afër. Ela tastami'un. A jeni të ninja po folki? O Firaun, po kush tha ti e sa atë janë shurdha? Kush tha ti? A keni pa kur të kështot? A i të nive që ka të fol? Po me jam të nije. Musa a.s. përri. Ja gjujti një argument dhe përri. Zoti i qiellit dhe tokës dhe që ka në mes. Ki u këthi këtënve. A jeni të nive Musa? Qa të thonë be Musa? E mirë, a janë të një ata, as janë të një? Janë të një. Pse pidot as penini? Pra as po quditni, as kini dë një gjevab. Shka mi thonë ta shore? Kale li men haule. As penini që po thota? Mirë pa ata e kanë një shumë mirë. Dhe Musa a.s. ka mujtë mi thonë, o Firaun, ato shumë mirë janë të një. Edhe ti të një shumë mirë. Apo, këta janë të një ma mirë se ti. Po qka me thonë? A mune me thonë ati, o Musa, a e diti që Zoti jonë Firauni janë dhe Zoti i qiellës? Nuk shkon, nuk mune me thonë. A dhe ka thonë, a la tastami'un? As ponini? Musa a.s. nuk ka provoku hiq. Ka vazhdu muhabetin. Kale rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. A dhe zë kjo është mesazhi. Çdo thirrës për të Allahu xhelalu ala, s'do të mëra provokim në provokimin dhe ngacmimin e zullumçarëve. Vazhdo me fol për Allahun, vazhdo me fol për pejgamberin sam, vazhdo me thirr njerëzit në Islam, le të mirë njerëzit me fjalë të kota, le të mirë njerëz me njerëzit, thirr për të Allahu. Njerëzit kanë nevojë për Allahin, jo filani me Allahin, ajo grupa ke grupa, shkoti te Allahu xhelalu ala. Çka i tha Musa? Nuk tha ka daleve, pse më ndro muhabetin. Jo, qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Tha o Firaun, Zoti juve komplet, edhe Zot i baballarëve të juve të parë. Ta shengushtoj shumë. Firauni ka thonë jam Zot. E ta shpi thot Musa a.s. E mirë o Firaun, ti kush ka kriju ti e? Ti nëse je Zot, ti e ki kriju vetën? Ti e ki kriju vetën? Jo. A ki gjevab? Jo. E dyta, Zoti babostan, kush a o Musa?
o Firaun, ti ki linë foshnje. Je rrit edhe i bo Firaun, je bo mbret. Kur je bo mbret, ki thonë unë jam Zot. E mirë, kush ke Zot i babostan? A je kon ti Zot i babostan kur t'ka bo baba jot, a baba jot u ko Zot i jot? Cëlja, ja turbulloj këtë muhabetin. Sepse vëzë kur djeri thotë unë jam Zot, a më i del deri në fund muhabetit? Jo. Andaj çka i tha Musa? Tha Zoti juve, komplet çka ju ka kriju juve, edhe Zot i baballar. A keni baballar ju? A keni baballar? Po kena baballar. E baballar të juve, kanë pas Zot? A mund të më thon për shembull ti, më tha, unë jam Zoti i babostan. Qysh unë jam, a im ka bon, a ja avon sebeb me ardhën e dunja. Për shembull, a mund të thon, unë jam Zoti i nënës time? Po nuk mundet. A mund është ti me thonë, unë jam maj madh me vjetë në nëjeme se baba jam? A mund është me thonë, ti as vjetë së në thuki se ma shumë se baba jam? Se s'kam, a ka mundësi me pas një djallë vjetë ma shumë se baba vetë? Jo, se baba vetë kër a bo se bep me arë në dunja, u ka kry do vjetë. Kisa do që rritët, këti rritët viti. Andaj ka thonë, a i te pa Firaun që i të folë. Zot ka në mune, a? Ka thonë Zot, e babostan Zot, kusha ka në Zot i babostan? Thëtë Allahu të bare kjo e tjala, kale, s'ka di që me thonë. E kur s'din që ka me thonë, vëzër, e ndrojnë kanalin. Marketingi fillon 40 vjetë marketing, s'nalet. Apo, prishet kanalin, kitë miza del televizori. E kur del miza televizori, që do të me thonë? Kur s'kan argumente, mos që do të me thonë? Tani do gjënë që ju ka thonë. Kale, inne rasulekum ulledhi ursile i lejkum le me gjnun. Ju ka thonë ati në që i ka të pranishëm. Ka thonë, që ki pengamber që ju pas ka dërgu juve, ki kana i qmendur, bodalë kana, total. A di njeri i qmendur që shtu me folë? A di, shkotit në Bardovcë, apo në qmendin, se të në hejtojnë në Bardovcë, që ati ku ashtë në Bardovca, në qmendin. Shkotit në spital, apo, edhe thuj, a ka mundësi ju me më kalzu për Allahin? A të kalzojnë? A të kalzojnë? A ka mundësi ti me shku në spital qmendinës, edhe me thonë, kalzojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A të kalzojnë? A të kalzojnë se Zot i qijeve dhe i tokës është Rabbul Alemini? A të kalzojnë se qëfar dispozita ka zbitë Allahu te bareke ve teala? A të kalzojnë se çdo detaj të cilin ka mundësi inteligjenca njerëzore me e kap, pejgamberia e kalon ata? A të kalzojnë? A të që i të folë, o Firaun, kja budal, ka thonë. Qëfar budal, o ki? Budal je ti, te veçel je ti, magar je ti, që pëmunosh Musa në Islam me e ba budal. A dhe që ka thonë? Kjo budal. Që shkoj ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thonë ki budal kana. Ebu Lehebi ka thonë ki kana budal. Pse budal vëzër? Pse budal? Veç për një arsye. Jo për tjetër. Veç për një arsye. Krejt që ka tha Musa i bje, unë me e morë këtë fronin edhe mi thonë, o Musa, ip ti këtu. Se unë jam një rob i Zotit, një kërkush iqi. Ti ka në pejgamber i Zotit. Unë jam kërkush. Ama a ka mret, a i të na një karriket vogël ja kanë lanë me rujt derën në ati, a i se shlon. E këni po, krijetari derës, krijetari degës. Shka runë ti deg ti runë ki. Apo i mashtroj njëzit me loj qështu. Apo rujet i karrikën qëtu, rujmat që këtë tavolinën. Nuk e shlon i që ka për dhamë, nuk e shlon. Firauni ka pas gjitha shtet, a e shlona, kur se shlon. A dhe ka thonë, inë rësule kumu ledhi ursile i lejkum le me gjnun. Që këtë pengamber që ka e pas kanë që kana këtë budal. Pse budal? Hajde vërtetoj pse budal. Pengamber i Zotit budal. E ka zgjedh Zoti i madh te bareke ve teala me fol me Musën, kana budal, je nuk ka budal. Po ti që tërkun e kije, që tërkun e të dhim dhami. Thëtë Allahu te bareke dhe në vazhdim. Kale, nuk ka provoku Musa. Musa ka dash, ka mujt mi than. Që ka mujt mi than? Jo, Firaun, nuk jam budal. As nuk jam i qmendur. Bila unë jam maj mëshëm se ti, edhe se baba jot. Se ka thuhet që ka qenë Firauni i 19 krijetar. Apo sultani 1, 2, 3, 4 i 19. Ka mujt mi thonë, unë jam maj mëshëm se kitë krijetar para tije, kitë babalar para tije, edhe maj mëshëm se kitë qëto krejnë që ka janë dunej qëto. Ama si ka thonë që shtu? Se vazhdo rrugën. Kur thoi dikush ti je budal, a du të minal? Nëse një budal, thot ti je budal, a du shmial? Qish mund është budalën me e bin që janë budal? Haj qish mund është? A ki dhe një mjetë, hajde gjenje. Gjenje një aparat, apo një kësi, që me adhon budalës, edhe me thonë, unë e kanë në budal. A ka? Jo. Për këta si Musa, që punën? Që ka thonë? Kale Rabbul mashriqi wal maghribi, wa ma bejnehuma in kuntum taqilun. Ka thonë, leje këtë muhabet, budal pa budal. Ka thonë, Zoti
i lindjes dhe perëndimit. Kush e be dillin o Firaun? Kush e bje natën o Firaun? Ati e be Allahu e be. Ati e nxjerr ditën a Zoti e be. E perëndimin kush e be o Firaun? Allah e be, ati e be. Cili e be? Andaj ka thonë, a e qesna me inteligencë? A e qesna me të mençuri? Ka thonë, kush është Zoti i lindjes dhe perëndimit? Rabbul Alamin aty. Ka thonë, Zoti i lindjes dhe perëndimit, dhe çka kanë mes tyre. O vëzër, tash nuk kemi kohë, po shkurtimisht. Shkenca hulumton apo? Hulumton për Zotin, hulumton për tokën, hulumton për qiellin, munohet me atë vetën. Munohet me atë vetën. Ama pak besoj, shumë pak besoj. Dhe çka ndodh? A dhe vëzër, kur e shlon ti dritën, ç'ke dritën? Për me shlu ti dritën duhet zhurmë. Rryma, apo me avancimet e veta bën zhurmë. Mirë po munohet me hek zhurmën. Çka dritë çto shka e shlue, a ka pull, trak e shlon pullën. Apo, sepse kjo ka energji, harxhon energji. Dhe kjo energji ka zhurmë. E zhurma vjen prej rrymës, rryma prej ujit, këtë kjo val ka zhurmë, ka takat. Çiki takat, vëzër ta ka pru ti dritën. Rregull? Apo, a keni pa motori kur punon? Motori kerri. Sa ma motori madh, sa ma makina e madhe, sa ma kamion që është, autobus që është, aeroplan, e keni pa që ta zhurmë ka. Zhurmë madhe. Dhe kjo zhurmë madhe, për të punu aeroplani, ajo ban zhurmë. Dhe çka ndodh? Çka ndodh? Sa ma e madhe, sa ma i madh shërbimi, makina më shumë nxjerr zhurmë, apo. E tani vëzër, a e keni pa kur del dielli? A e dini sa takat ka? A e dini sa takat ka? Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bë çdo dritë. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu xhelala ka bë çdo dritë dhe çdo energji që ne vjen në dunja. Çka ndodh vëllazër? Asnjë zhurmë s'me e bëj. A shkencëtar çka thonë? Një 2% pi diellit, 2% pi ditës, kur të vene me e largu natën, i bje krejt toka mu dritë tërmet pi fuqijës të madhe. A këni pa kur ka dhe një shleper i madh, kur ka dhe një aeroplan i madh, a këni pa që ta zhurë me ban? Allah e nxjerr diellin, e ndryqon këtë tokën. Edhe qafiri flenë sa ba nuk ja prish as gjumin. Që kjo Zoti i madh, Gjelle Gjelalu. E bje ditën, apo e thirë Allahu hayya ala salat, es salatu khairum minan nawm, apo edhe janë nxjerr diellin, ka mujt Allahu Gjelle Gjelalu me bo zhurë me diellin, sa që s'kish pas qane pa u që më falë. A keni pa këtë bënë tërmet? Allahu Ekber. A keni pa këtë bënë tërmet? Zoti i madh, deshti Allahu Gjelle Gjelalu, për pak shpëtum, apo edhe e vladin mrejnë e haron. Ka mujt Allahu diellin me qatë zhurë me nxjerr, ama pi rahmetit vetë. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, qala rabbul mashriqi wal maghrib, tha Musa alayhis salam, Zot i diellit, lindjes dhe perëndimit. O Firaun, a ti i ban çdo a Zoti? A ti i ban Allahu te bareke ve teala? Ka thënë, e si të keni men, hajde logjikone. A keni men? A një të volë për mençuri? Meditoje që ta, logjikoje që ta. A është që kjo nuk o? Thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim. Kale, e tani vëzër, kur ballafaqohet zullumçari me diçka që s'ka mundsi, s'ka takat për ta. A mundet me thonë, unë e bi diellin, del shumë ahmak. A mundet me thonë, unë e bi natën, del shumë ahmak. A mundet me thonë, unë jam Zoti i lindjes dhe perëndimit, nuk del kurqish. Leket muhabet kalojna në zullum. Kur s'ka fakte kalohet zullum. Çka zullumi? Thot Allahu te bareke ve teala, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la ej'alannaka min al-masjunin. O Musa, shkurt pi biune. Nuk do mi diskutu argumentet as faktet. Nëse të shoh të adhuru dikan Zot, jashta muhe, mburg me i. Që kjo a gjuhë e faktit, a gjuhë e dhunës? Gjuhë e dhunës. E dhuna e sos punën, nuk e sos punën. La i krahe vit din, s'ka dhunë fe. Nuk të në tonë lezër, dikush me dhunë, mi ba dikujnë e diqka, vetë se humë si i parë cili a dhunusi. Dhunuesi a humë si i parë, gjdo tentativ me dhunë, për me jafut dikujnë e diqka, sa dhunën e kanë bërë kundër muslimanve, prap thuhet, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kote kje. Kot, me dhunë nuk bëhat kur gjo. Apo, thëtë Allahu te bareke ve teala, kale le intakhatta ilahen ghairi. Me ba me të pa, ka thënë, o Musa, që jetë adhuru dika tjetër, jashtë ta muhe.
ka me të fut në burg. Që kjo është gjua e Firaunit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala vazhdim, qale awalau ji'tuka bi shay'in mubin. Ka thënë Musa alayhis salam, o Firaun, po unë nëse ta biti argument qartë, a prap burg me mështia? Argument ka me të prej Allahu te bareke ve teala. Megjithëse këto çka ti kallzova, këto argumente janë, po ti nëse do me po fizikisht, edhe fizikisht ta bie, edhe pse ta kanë pruar. 3000 sirbazë janë bë musliman. Apo, dhe kur folëm fillim, ti s'patësh ka me më thonë, as për ditë s'patësh ka me më thonë, as kur i mledhe generalët e tu s'patësh ka me më thonë. Po, a do ala argumente, thirrje edhe ma shumë. Atëherë që ka thëtë Allahu te bareke ve teala, qale, fa'ti bihi in kuntum min as-sadiqin. Këtën, hajde dhe bere argumente. Bjem argumente që je pejgamber. E çysh e lipin këta argumente, dhe zërë? Këta, çfarë argumente duhet? Ki që do shka kell? A jenë argumente? O ma nuk i lexojnë këto argumente njerëzit. Thot Allahu te bareke ve teala, fa alqa asa fa idha hiya thu'banun mubin. E ka gjujt gjarpin, e ka gjujt shkopin dhe është bërë gjarpën. Gjarpur i qartë. Mirë po vëllezër, veni re këtu. Kthehemi te debati i tretë. Tani i ka hub debatin e parë, debatin e dytë, 3000 sirbaz që kanë bë musliman, tash duhet me ndryshu strategji. Çka bën? Thot Allahu te bareke ve teala, wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin. E ka nxjerr dorën e vet, edhe u ka bë flak e bardh. E ka nxjerr dy argumente, shkopi dhe dora. Qala lil mala hawlahu inna hadha la sahirun alim. Tash ato fol me letër. Ja kanë dhënë letrën. Fillim s'dike me fol çështo, po te debati i dytë, kush tha i pari inna hadha la sahirun alim? Që i kanë asir baz i dishëm për Musajin. Në surën Araf, kush tha? Paria, krerët, generalat, ministrat. Çka e thanë? Ki kanë i dishëm, sirbaz i mirë, piti ka mirë se hirën. Tani që ka bo? Ka thanë inna hadha la sahirun alim. Edhe i ka këshirë këto krerët e vetë. A jam të lexuar letrën mirë ajo? A tha çështu me thamë, që çështu me thamë? Kana ki sirbaz i mirë. Thot Allahu te bareke ve teala, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri. Ka thonë, ky e ka për qëllim me sehiret e veta me ju nxjerr prej tokës t'juve. Pra jo toka jeme, unë për juve kam gajle. Se unë si Firauna, a unë sa problem, unë kam hek se kam hek, po për juve kam gajle. Ata e ki po gjithmonë, na për popli thotë e kena gajle. Na për juve kena gajle. Ta shti mës bakshirë të mu Mercedesin 100.000 euro, ma na për juve kena gajle. Që tja, a i duke du që përna, po ki Mercedes për juve. Ani ti se, su ne projekti ata, ama për juve kjo. Që ki po do me ju nxerë për tokës juve. Që kjo është, që ko Firauni. Sa gajlegji i ma, i më rakos për poplin, i dhe i më popli. A i dhimë populja. A bash me ndonë na edhe këta, që këta e din. Shumë keqa se ata e din që na e din. Se nuk ju dhimë. Nuk ju dhimë në hiq. Që kish ka i thaf Musës, une të kumë rrit, të shtim burg, e ka morë vendim 10 vjet, ka ik Musa me vra. Qa bi thot? I thot ki po do mi nëzirë për tokës juve, fema dhe të murun. Ka thonë, qka thuni me ba me këtë? Qa thuni me bo me Musa? Qysh mi a bo me këta? E tani vëzër, po këto për mu duk pak ma demokrat, qa kanë bo vëzër? E jo dash, këto kanë me morë vendimin për me vra Musa. Në fund e morë vendimin për me vra Musa. Jo veç Musa. Jo veç Musa. E bje vendimin Firauni kështu. Musa, Haruni, edhe gjdo i vogël dhe i madh shka i shkon mas Musës a.s. vendim me vra miniher. Që ki më fund. Ama Allah tash në ka zonë se tash e lumë pak rolin e liberalin. Ja, thot demokraci, liberal. Qka thoi e popli? Qka thot Allahu te bareke ve teala? Qalu arjih wa akha. Than paria, ja, nuk ban Firaunin, du të me këshir argumente, fakte. Ta këshir mi kush me kana. Apo atër thot arjih wa akha. Jepi afat këti edhe vlaut vet. Tani ndryshon muhabeti. Wab'ath fil madaini hashirin. Ama tash këto sirbazat e pallatit spososin pun, çoje delegat, kërkes, kush don me ardh te Firauni, çdo sihirbaz i fort me parë. Ba'ath edhe arsil dalon. Arsil o çoj kërkoj punëtorëve tu. A ba'ath është çoje në skaj deri në fund.
ku ka pas burim, lumi, Nil, Furat, Nil, komplet akon shteti I veti Firaunit. Shtet I madh, shumë I madh. E ka quhe krejt shtetin pesh, edhe, që ka thanë? Je tuke bi kulli saharin alim. Ka thonë, jo, tash nuk thirna mos sihirbaza. Jo, tash I thirna doktorat, ustat e sehirave. Pra, që to sihirbaz që I kena punsuna, ku e kanë kry shkollën? Apo, që ato bjena, ustadhen bjena. Ama dhe jo 3.000, sa I kanë thirë dhe zë, thot Imam Ibn Kathiri, I kanë thirë 80.000 sihirbaz. 80.000 dhe zë. 8 sihirbaza mi pas karshi, një heri tutët. Sihirbaza, 8 sihirbaza. 80 sihirbaza mi pas tutët. 800 sihirbaza mi pas tutët. 8.000 sa janë. 80.000. 80, edhe 30. 80.000 sihirbaza. A disa janë dhe zë? Thëtë Allahu të bareke vë tjara, fe gjumi as-sehara. Dhe kanë fillu me mbledh sihirbaza. Hajde, Firauni pagun. Hajde, Firauni pagun. A e një se hirën, hajde, Firauni pagun. Pagun me mus. Dhe ka thonë se kini bezor, 2 veta janë. 2 veta, musa një, 2 veta janë. Ki muni ju mini herë, apo? Mas janë 2 veta, pëse duen 80.000, berit 2. Ama jo, 3.000 hopën. Dhe Allahu të bareke vë tjara, fe gjumi as-seharatu li miqati jaumin ma'lum. I ka mbledh kitë sihirbazët, kur? Në ditën e caktuar. E kur o dita e caktuar, vëzër? Jo muzine. Që ka përme Allahu që surat Taha. Jo muzine. Kur është jo muzine, vëzër? Ditën e kanë pas një fest ato. Thuhet se ka qenë dikun ka 15 shtatori. E kanë pas një lloj feste, ku ata kanë festu disa, I kanë pas ceremoni e të lidhta me lumin Nil, festat kota. Mirë po Musa që ka thonë? Ka thonë ditën e festës juve. Dhe ka thonë mbledh min sabah. Jo, në të flenë njëzit mirë, edhe mbledh min sabah, që kur ta shohin kush është I qartë pejgamberi, ta shohin mirë, ta shohin mirë. Jo natën, ta shohin sabah, ka thonë duha, sa dale dilli mini herë mbledhën. Edhe Firauni ka thonë s'ka problem. Ka morë menja se e fiton. Dhe Allahu te bareke ve teala, wa qila lin nas, kile demokratin. Wa qila lin nas, ju ka thonë njerëzve. Hal antum mujtami'un? A vini ju ketë? A vini ju ketë? Shikon edhe zër kulmin e liberalizmit këty I cili tha me ba me ahdëru dika tjetër unë shtim burg. Shikon që ka I thot njerëzve, apo mledhni ju? Ju mledhnu, ju vendosne. Qka të thuni ju? Unë s'kam problem. Krejt këtë mledhen, këtë banë që ato krejt që ka I mledhen, banë musliman, thot ju a ka ki dule ta, kejtë ju vras. Pra ata e kanë po thojnë kejtë, këtë thojnë si ki. Me thonë ketë, jo që shtot ketë janë të këqy. Andaj del shumica, pakica shumic. Dhe gjithë që ka thëtë Allahu Gjelluala. Për cilën dhe se Kurani është, që ka thamë, për tej mrekullijes, për tej takatit njërzor. Thëtë Allahu Gjellalu, ju tha njerëzve, apo mledhni ju, apo mblani bashkë. Dalna me musën edhe ta shomi, që kjo në rasak. Thëtë Allahu Gjellalu, leallena në të viu s-saharate, in kanu humul ghalibin. Ka thonë, ndoshta ne do t'jemi ndjekës të sihirbazve nëse e fitojnë ata Musa a.s. Pse ka thonë nëse? Ju e vendosni. Pra, unë kam qef me fitu sihirbaz, ama nëse hupin, shkojnë amas Musës, nuk ka problem. A I përmbath kësa në vëzër? In kanu humul ghalibin. Nëse sihirbaz fitojnë? Jo vëzër. Kjo është veç marketing, kjo është veç reklam, kjo është veç thirrje propagandë. Kot e shohim kur të bëhen qata, jo veç populli, edhe sihirbaz bëhen me Musën, ama nuk ja vlen. Nuk ndronte Firauni kur gjë. Thot Allahu te bareke ve teala, qala na'am. Thot Allahu te bareke ve teala, falamma jaa as-saharatu, e kur ardhën sihirbaz. Tu ka ardhur falamma jaa as-sahara. Kur ardhën sihirbaz. A këtu në surën Araf çish ka ardhur wa jaa as-sahara. Se punëtori ka ardhur një herë. A këta kanë 80.000, shumë anë, numri i madh. Megjithëse I kanë mbledh 80.000 sihirbaz. Thot Allahu te bareke ve teala, falamma jaa as-saharatu qalu li fir'aun. Kur kanë ardhur I kanë thonë Firaunit. Dëgjoni, këto nuk janë punësum. Kanë thonë e inna lana ajran. A kena na pages për këtë punë? Po paguhet kjo punë. A kena na pages nëse e fitojnë lojën, nëse e fitojnë Musën? Këto tjerë
në takimin e dytë nuk thana kena pagesë, ta kena pagesë. Pse se kanë pas rrugë? Këto s'kanë pas rrugë, kanë e inna lana, a kena na pagesë? Çka ka thënë Firauni? Ka thënë e inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Nëse na fitojna, a pagun ti? Çka po kallzon vëllezër këto? Se muhabeti ku sillet te leku. S'ka të baje kjo, a Musa pejgamber nuk ka pa. Këto s'ka dalë për këtë punë. Këto e din që Musa, andaj Musa para se me dal me popull, ju ka shku sirbazve ka dale. I vet ju ka thënë. Ka thënë wejlekum, mirë për juve, mos e mohoni Allahin se ju e dini se unë jam pejgamber. Edhe ju e dini që jeni sirbaza, edhe ama ato Firauni ja ka thirrna, delti karshi na kena me dal. Ama Musa ka thënë wejlekum, mirë për juve. E dini që keni me up. Thot Allahu te bareke ve teala, qala na'am, tha Firauni po, wa innakum idhan lamin al-muqarrabin. Ka thon po, ka pagesë kjo punë, ju paguaj sa problem. Me kusht. Nëse fitoni, ju shtim punë. Dy mundësi. Si ta fitoni, pare ka, edhe dyta, idhen me bo me fitu, edhe në punë ju shti. A ka ma mirë? Ju për shka keni shkollu? Ju keni shkollu për me hije në shirë pas të une. E mirë në rogën. Dhe Allahu te bareke ve teala, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ju ka thënë Musa alayhis salam. Këtu Musa ka nis muhabetin me sirbaz, këtu te sura Araf e ka nis sirbazët. Pse? A dini pse vëllezër? Kur kanë ardhur takimin e parë, sirbazat e punësum, i kanë thënë Musës, qalu li Musa. Ata i kanë thënë Musës, apo gjun, apo gjujna. Këtu Musa i ka thënë, ju gjuni. A dini pse? Se kur kanë ardhur këto 80.000 sirbaza, këto që janë kanë punësum te Firauni. E mirë, pse i kanë thënë këto? Pse i ka thënë Musa ju gjuni? Të parë, se këto 80.000 sirbaza, këto e din Musën si kush, djali kujna, djali Firaunit. Andaj këto kanë menu që kjo njëri madh, që kjo djali Firaunit. Andaj këta respekt për Musa që kanë thënë, do në sfolë na, do sfolë ky, që kjo djali Firaunit. Po zari pa dal pidorë diçka Firaunit po do me drejtue. Andaj s'kan folë ata, a këta sirbaz të punësum kanë thënë, na e na këto të shtetit. Andaj kanë thënë, i kanë thënë Musës, o Musa, apo gjun ti apo gjuna na. A kur kanë ardhur këto 80.000 këto që janë kanë punësum, këto i kanë thënë, në folë Musa. Qala lahum Musa, ju ka thënë Musa, alqu ma antum mulqun, gjuni që keni me gjujt. Thot Allahu ja, fa alqau hibalahum wa asiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun. Shikoni vëllezër, shikoni që është servili. Shikoni njëri kur rob, argat, gjithmonë argat u kam mësuar ne. Andaj, shiko, kanë ardhur te Musa edhe i kanë gjujt litarët e tyre dhe shkopit e tyre dhe i kanë shëndru kishe janë gjarpna. Sa gjarpna dhe zër? 80.000 gjarpni. Në imaginat. Dhe Allahu gjithë thëtë në Kur'an, fa aujese fi nefsihi khifeten Musa. U tot pak Musa. Se 3.000 në pak 80.000 gjarpni t'imaginun kanë dalë. Pak Musa u ka tut. Thëtë Allahu ja, kulna la të khaf, Musa tut. Në të kena mësuti, Musa tut. A dhe thëtë Allahu të barek e vëtala në vazhdim. Thëtë fa alqau hibalahum wa asiyahum wa qalu bi izzati fir'aun. I kanë gjujt ato shkopit edhe ato litar edhe kanë thonë, pasha Firaunin. Dhe mek, o Firan, që e po ta përmejna emnin, pasha bi izzati Firaun, apo bi izzati Firaun. S'lejot me thonë vëzër bi izzati kur kush përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Apo veç me izzetin dhe kudretin Allahu Gjellë, ka të thonë bi izzati Firaun. Pse ti lakmohen pak Firaunin? Këto s'kanë thonë, se kanë njohë Firaunin. Ka thonë bi izzati Firaun, inna la nahnu l'ghalibun. Ka thonë na kena me fitue. Apo ne do të fitojmë dhe s'ka kush në mposhtë. Thëtë Allahu të bareke ve tala, fa alqa Musa asah. E gjujtja Musa shkopin. Fa idha hije talqifu ma yafikun. Dhe ja gjarë për shka e shloj Musa, një ka një 80.000 imaginatat gjarpneve i hangër. 80.000. Thëtë Allahu të bareke ve tala, fa ulqije saharatu sajidin. Dhe ranë minni herë sirbazat sejde. Pse ranë sejde dhe zër? Se kanë thonë,
kjo nuk ka kudreti njerëzor. Na jena maja e sehireve. Që kjo, me na i hangër që shtu gjarpnit ton, kjo nuk kanë kudreti, këta veç Allah i mundet me bëhe. Subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu gjelëgjan vazhdim, qalu amanna bi rabbil alamin, ne i kemi besuar Zotit të botrave, Rabbi Musa wa Harun, Zotit Musait dhe Harunit. Qala amantum lahu. Tash e ka ndru pak se e ka ndru letrën. Ka thënë, a i besuat, a dullet ka aja, a kju pagujti juve, e ka zhitë muhabetin ekonomik. Ka thënë, a kju përja para ju, që shi beson ju atina, a kju thiri, a unë ju thira. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, a amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum. Ka thënë, ju e kini u stakta. S'ka thënë këtu kurth, se e ka mësu, e ka ndru letrën. Ku të ka boj, e ndru letrën. Ka thonë, a kjo ka mësu juve, a kjo është i madhi juve, innehu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Ju e pas kjo stakta. Mos i sëmbe muni, i kana ustadhi juve. I kana ustadhi juve. Falasawfa ta'lamun, do ta shihni çka kam ju bëhe. Kërsnim, do ta shihni çka kam ju bëhe. La uqatti'anna aydiyakum, kam ja u pre durt, wa arjulakum, edhe kamt, min khilaf, një dorë po, edhe një kam anash, që milan, cungum, edhe gjymtum, edhe qëmtum. Wala usallibannakum ajma'in, dhe kam ju myt në dras, kam ju kryzue, edhe kam ju lanë qashtu me ngordh aty. Hasha wa kalla. Shiko këtë zullum dhe zë, që e ka bëhe, Firauni. Tash, shiko dhe zë, vini rej, dalimit. Sihirbazët e punësum të Firauni, qka i thanë kur besun edhe i kërstoj Firauni? Qka i thanë, wa ma të nqimu minna, pse po i dhosh o Firaun? Pse? Janë rrit aty, së në folin me gjutë madhe. E vini rej qka i thënë këto sihirbazët tash. Se këto sihirbazët se kanë gojnë, se efte kanë imbalat, se efte kanë dalë me njerëzi, se thuhet se në bord të Firaunit u ka bo kjo. Apo, thuhet në apsir tjetër midis qytetit, me kanë nësua, midis qytetit. Këto nuk e din, as nuk kanë ide se çka ka ndodh. I ka thirr sihirbaz, hajde fitone, e fitojna. Kur e kanë pa argumentin e Musa alayhis salam dhe i kanë rase se Allahu xhelel xhelalu i ka kërcënuar Firauni. Ama këta nuk janë se sihirbaz të pallatit. Këto e kanë ndruar retorikën. Çai kanë thënë? I kanë thënë: qalu la dayr. S'ka zarar, o Firaun. Na u banë musliman. Nuk ka mo zarar bitije. S'ka mo ti me na kërcnu neve. La dhajr, tash na dulem ka Zoti i Madh xhelle xhelalu, ai i cili me një shkop 80.000 sihirbaz i rxoi, a bash po ta mërmendë sa do të më dut na bitia. Qalu la dhajr. La dhajr. Dhe në surën Taha na tregon Allahu te bareke ve teala se çfarë i ka thënë? I ka thënë: qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana. Ka thënë, o Firaun, mo nuk t'jap na ti për parësi. Kur nuk t'jap na ti për parësi para Zotit toni i cili na ka kriju neve. E ne i ka thënë: faqdi ma anta qad. O Firaun, sa ma shpejt vendoset çka je të dash me vo. Se gajle nuk e kena. La dhajr, hiç gajle nuk e kena. Ana vret, ana pret, ana cungon, ana gjymton. La dhajr, na dulem ka Zoti e fitum xhenetin, çka dush banti? Shikoj vëzër, imani që shë rrotullon njeriu këtë shtrati ka qëtëranë janë zirë. Shikoj vëzër fuqia e besimit. Fa ulqi as-saharatu sajidin, kanë romi një herë sejdë, edhe i kanë thonë: o Firaun, ata sha bashkë menon se tutmja lan nu'thiraka, s'tjap në përparësi tyje asnjëherë. Shikoni këtë shpjellë. Faqdi ma anta qad. O Firaun, shikoj i kanë thonë: shkat të të shkoje ndërmend me neve, bane. Me thik, me shpab, me drum, me qka dush vritna. Faqdi ma anta qad. Qfar imani ju ka i vëzër? A be ban shka dush? La dhajr, his nuk e kena gajle. Thëtë Allahu gjelëran në vazhdim: ma anta qadin innama taqdi hadhihi l-hayat ad-dunya. Ka thonë: o Firaun, maksimumi qka munësh me na bo keq në dunja. A në akhirat? Në akhirat qka munësh me na bo? A kiti dorë në akhirat? A kiti dorë masit të ndale shpirti? Vezër njeri, qka mund të mi bo maksimum? Me vra. Masit të vraja, qa mi bombo? Hajtë të edhëm, qa mi bombo? A dhe ka thonë: faqdi ma anta qad. Mit në si dush, prej në si dush, vrit në si dush. Se kena problem. Shiko vezër, momentin qka ju ka hije imanin zemër, ka ndru muhabeti ketë.
Këta që ka thënë bi izzeti Firaun, shiko që ju ka imanin zemër, ku ti imanin zemër, këtë tjetër shka del. I kanë thënë inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatajana. Na I kena besu Zotit ton që të na I fale gjunahet tona. Edhe tash e kanë nxjerr edhe një krim të Firaunit në shesh. Cili o krimi dhe zër? Shiko dhe zër. Kanë thënë wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. O Firaun, po ti me zorbe na shti mu bo sirbaza neve. Ti e ki bo ligjbe pat tjetër mu bo sirbaza. Ti me dhun na ki pru këtu me mujt Musajin, që ta se kalzun fillim ava. Kur hini imanin zemër, andaj besimtari kur ti hini imanin zemër, besnikria në zemër, mo gjërat ishe pasqyre. Tha, a na prune me qefa me dhun? Kur kanë shku e policia dhe ushtria dhe generalet në për sirbaz të ustadisve, a I kanë thonë, a do me artë e Firauni me pagu, ka pas për sirbaz, ka thonë, jo zdu. Ka thonë zdo, pa qare ki me arë. I ka thonë, a I sirbaz po, a I shkollu më sejre po. Ka thonë, të pagun Firauni. Ka pas shumë sirbaz, ka thonë, zdo në me arë. Zdo në me arë, zdo me arë po. Pa tjetër ki me arë. E tash e kanë zirë pa. Kurse kanë pas imanin se ne kanë kalzu. Tash kur I ka imanin se me ka thonë, po tina ke pru me zorbe këtu, o Firaun. E tash masina besum Allahu Gjelle Gjelalu, ka thonë, wallahu khairun wa abqa. Allahu është më I mirë, edhe shpërblimin e ka për gjithmonë ati na mit veç në dunja. Dhe Allahu te bareke ve teala, innehu men yati rabbahu mujriman. Se hirbas të kanë di çfarë pune kanë bë. Ka thonë, ai çka I shkon Allahit kriminal, ai shka vdes edhe shkon të Allahu kriminal, fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya. Ai as nuk jeton në xhehenem, e as nuk vdes, ama patjetër e ka me I në xhehenem. Andaj ka thënë, wa man yatihi mu'minan. E kush I shkon Allahit besimtar, Allah na bëf me shkutaj besimtar ja Rabbul Alamin. Andaj sirbas kanë thënë, o Firaun, na kem të shku për pak të Allah I kriminal. Masin e arë udhëzimi Zotit Gjelle Gjelalu, a bashkë po menon se na kena me shku të Allah I kriminala. Nuk shkojmë të Allah kriminal, do të shkojmë të Allah besimtar, që të na I fol gjunaat dhe të na liron pikë kësaj torturës tane. Dhe Allahu te bareke ve teala në vazhdim thot, wa man yatihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Atyre të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, atyre ju takon xheneti I lartë. Pastaj çfarë ka thënë në surën Al-Shu'ara, qalu la dair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal al-mu'minin. Ka thënë s'ka zarar, së na ban zarar o Firaun, ne te Zoti jon kena më kthie, ne shpresojmë Allahu mi fal gjunahet tona, me shpresë se jemi besimtarët e parë të Allahu Gjelle Gjelalu të Musa a.s. dhe të pengamberia Musa a.s. Këto dhe zër janë 3 takimet që I ka bo Firauni me Musa a.s. Të 3 takimet I ka humb, dhe të 3 takimet kanë humb njerës. 83.000 sirbaz e kanë pranue islamin të Musa a.s. E tani ne do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke ve teala, shohim se çka pas kësaj Firauni analët me çekaç? Jo, vazhdon me krim, vazhdon me diktat, vazhdon me zullum, nga se nuk një mëshirë, nuk një dëmshuri, nuk një rahmet, nuk një tolerancë. Andaj derisa ta shkatrojë Allahu xhelalu ala, ai vazhdon me krimin e vet. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu xhelalu ala na mundson me lexu Kur'anin dhe me kuptu ata. Na mundson Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelalu na bën që të jetojmë me Kur'an, që të frymojmë me Kur'an, që të udhëzohemi me kuptimet e larta të fjalës Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh që Allahu agjërimin ton ta ban kabull. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që kudo që kemi qelluar ka qenë prej Allahut, Allahu ta shpërblen. Kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.